u dakorduam që të vim me emra konkret në takimet e ardhshme, por që në fund të ketë një emër, sepse presidenti s'mund të ketë disa. Edhe me qenë se po flitet për emra, atër duhet të kemi konsultime të brendshme, jo vendime. Sepse vendimi duhet mirët pasi të ketë dakordim politik për një emër caktuar, pra që është më komplikuar. S'mund të marrin vendime për një emër, ma pas të insistojmë në atë emër, me qenë se në atë moment atër ai emër bëhet pozitë partijake, për cilën nuk jemi të interesuar. Pra fillimisht duhet të ketë dakordim politik, dhe më pas duhet të ketë vendime individuale. Por ju lusë që të keni mirë kuptim, sepse mos të harrojmë, po flasim për emra konkret, eventualisht do të vim tek emri konkret, dhe para se të flasim për emra publikisht, do të flasim me individ caktuar, që mund të ashtrojnë këtë detyrë ose edhe dojnë të ashtrojnë këtë detyrë. Prandaj nuk është aq e thjeshtë. Ajo që është e rëndësishme ta kuptoni është se ka vullnet për të bërë një zgjidhje të qëndrueshme për Republikën e Kosovës. Për ne, për LDK-n, është shumë e rëndësishme që të ketë vlera dhe bindje presidenti apo presidenti ardhshme që e mbron Republikën e Kosovës dhe LDK-ja gjithmonë Kosovës i ka dhënë president të jashtëzakonshëm dhe këtë herë do ta bëjnë një të tillë. Jo, s'kemi folur sot për emra konkret. Kemi folur për profile, për fusha, për profesione të ndryshme. Asnjë emër i përmendur deri më tash ose partijak ose që kanë gjyrime partijake nuk është pjesë e diskutimeve. Na japni kohë që të kemi konsultime me shoqërinë tonë fundja dhe të brendshme partijake që të arrijmë një zgjidhje që besojmë që do të jetë më e qëndrueshme, më e mira dhe që është shumë e rëndësishme të bëhet sa më parë që është e mundur. Jemi vonë shumë. Çështja e presidentit duhet ta liroj Kosovën dhe për këtë çështje LDK-ja do të jap gjithë kontributin e vet pa kërkuar asgjë në këtë përveç stabilitet. Tani jemi afër në qartësinë se çka po bëjmë. Pra nuk ka marrëveshje LDK lëvizjeve të vendosje. Ajo çështje ka mbaruar. LDK-ja si parti parlamentare me 18 deputet është pjesë e opozitës dhe ushtron rolin e vet dhe funksionin e vet për të zgjidhur një president. Natyrisht se çështja e presidentit rumbullakohet kur të përcaktohet emri. Mund të pajtohemi për kritere, mund të pajtohemi për vlera, mund të pajtohemi për gjithçka tjetër e mos pajtohemi për emër. Por le të përpiqemi të pajtohemi për emra, le të arrijmë një emër të përbashkët në shoqërinë kosovare që na bën krenar gjithëve. Do duhet të besoj që Kosova ka emra të tillë. Dhe duhet të gjejmë emra të tillë, por ta bëjmë me kujdes pa lënduar procesin. Momentin që ekspozohet ky proces për interesa individuale që si kemi tani, atëherë edhe prishet që si jemi të interesuar. A ja kërkuar ndonjë moment të kurtit që ta thras seancën bashkë me zotërin Ari për konstituimin e kuvendit dhe rrjedhëmisht ju po takoni dhe po diskutoni me zotin Kurtit për cilin partia e cilit po thoni që e ka shkel kushtetutën që brenda afateve ta konstituoj kuvendit. A do duhet që fillimisht të konstituohet kuvendi me pas të pritet për një marrëveshje të tillë që nuk dihet nëse do të arrihet një konsensus për president? LDK vazhdimisht ka kërkuar edhe sot dhe secilën ditë që kuvendi të konstituohet sa më parë. Nuk ka pas asnjë arsye për vonesat e tanishme. Kuvendi është dashur të konstituohet deri më datën 7 gusht. Dhe nuk ka asnjë arsye që ky kuvend vënohet tash e tutje. Edhe pas konstituimit, siç kam thënë këtu, siç e kam thënë takim, siç është qëndrimi publik i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ne kemi pasur kohë të mjaftueshme për zhvilluar diskutime për çështjen e presidentit. Pra, Kushtetuta e Kosovës dhe gjykata kushtetuese me akt gjykimin e qershorit të vitit 2025 i ka dhënë partive politike 60 ditë kohë për diskutuar për çështjen e presidentit. Nuk ka pas asnjë arsye që të shtohet këtij 60 ditë që kjo periudhë e vonesave të parësyeshme të paqartësisë kushtetuese, siç e kemi quajtur, dhe me potencial të jashtëzakonshëm interpretues për të ardhmen. Por tani ne jemi as bllokues të kuvendit, ne jemi të interesuar që vendi të jepet stabilitet dhe të kemi president. Ky është fokusi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Çdo shkelje kushtetuese do të marrë përgjegjësi ata që shkelin kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ma shumë se sa koha jam interesuar ta gjejmë marrëveshjen për një emër. Momentin që e gjejmë emrin, më pas është diçka më lehtë. Ju faleminderit shumë.